Kina do të ndalojë dorezat e fshehura të dyrëve të makinave nga viti 2027, duke u bërë vendi i parë që heq dorë gradualisht nga dizajni i Teslas dhe i miratuar nga konkurrent kinez, përfshirë edhe Xiaomin. Dizajni i dorezës së fshehur, i cili funksionon duke shtypur manualisht, ka tërhequr vëmendjen si në Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe në Kinë për rreziqet e mundshme të sigurisë. Media shtetërore kineze raportojnë në tetor se shoferi i një sedani Xiaomi Ultra vdiq në një aksident pasi kalimtarët nuk ishin në gjendje ta hanin derën për ta nxjerrë atë nga automjeti që po digjej. Prandaj, Ministria e Industrisë e Kinës tha se sipas kërkesave të reja teknike të sigurisë, çdo derë makine duhet të jetë e pajisur me doreza si të jashtme, ashtu edhe të brendshme. Politika e re e Kinës përcakton rregulla se ku duhet të vendosen dorezat në pjesën e jashtme të një makine dhe si duhet të funksionojnë ato për të siguruar që ato mund të hapen në rast aksidenti. Gjithashtu kërkon që dorezat e brendshme të jenë qartë të dukshme. Modelet e reja të automjeteve duhet të përshtatin dizajnin e dorezave të dyerve me rregulloren e re nga 1 janari 2027, ndërsa modelet e miratuara do t'i nënshtrohen rregullave deri më 1 janar 2029.